Një debat i ashpër ndodhi në prajmin e së mërkurës mes opinionistit Arber Hajdari dhe Mirit. Gjëja nisi nga një surprizë që vëllai i madh i dërgoi banorët në një showroom makinash. Gjatë këtij momenti, Selin u përball me një ofendim të rënd nga një ndjekës në rrugë. Situata të insinuar më tej kur Miri ja tregoi episodin banorëve të tjerë, përfshirë Rogertin dhe Edisën, duke qeshur, çka u pa si një papërshtatshmëri dhe një provokim nga ana e tij. Gjatë prajmit, Arber Hajdari e kritikoi ashpër Mirin, duke akuzuar se i dha një zë një ofendimi publik dhe se qëllimisht tentoi të denigronte Selinin. Ai gjithashtu shtoi se Miri duhet të reflektojë përqendrimin ndaj Selinit, duke vënë në pikpyetje motivin e tij për të përhapur këtë situatë brenda shtëpisë. Nga ana tjetër, Miri u mbroi duke thënë se nuk e ka thënë vetë ofendimin dhe se personi që e bëri nuk është i afërm i tij, për një njohje e thjeshtë. Debati u shpërkallëzua kur Hajdari e pyeti drejtpërdrejt nëse personi që ofendoi Selinin ishte mbështetësi i tij, ndërsa Miri reagoi irrituar, duke i kërkuar të mos e provokojë.